Ndëruar në kalin e betejës të gjitha partive, kjo deri tani nuk diskutohet dhe pikërisht bëhet fjalë për votat e emigrantëve jashtë, duke ardhur pikërisht drejta dheut. Votat e para kanë mbërritur në Tiranë dhe ju ndërzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që do t'i ndajë më pas sipas qarqeve. Votat nuk do të hapen deri në momentin që do të nisë numërimi. Ndër të tjera, nditarin e mbrëmjes do të ndiqni. Triumfin në zgjedhje duan të dy, por do t'jenë votuesit që do të vendosin. Rama deklaroi se ka të sigurt fitore, ndërsa Partia Socialiste sipas tij do të marrë më shumë mandate. Optimist u shfaq edhe Sali Berisha, i cili tha se Partia Demokratike do të dalë forcë e parë në këto zgjedhje. I penduar i drejtësisë Nureddin Dumani zbuloi të tjera detaje të forta nga ngjarjet kriminale në dosjen Plumbi Art. Në përgjigje të avokatit të Henry Koxhait, Dumani rrëfeu atentatin me porosi të Suelçelës, si dhe ofertën me 1.5 milion euro ndaj Behar Bajrit. Dy të parat u dëgjën, tashmë mbetet e treta e vërteta nëse rezulton vërtet kështu. Seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës ka dështuar sërish, duke ja lënë vendin edhe spekulimeve për ndonjë skenar politik, por që s'po përkthehet se kujt i shërben. Ambasada britanike jep alarmin për mos përdorimin e votës së popullit. Ju përshëndes e mirë se erdhët në ditarin e mbrëmjes në CNN, do t'jemi bashku një jam Loneta Progni. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në Lundër sipas njoftimeve të para. Nga shkreja e armëve janë plagosur 4 persona, mes tyre dhe 2 të mitur, njëri madje vetëm 11 vjeç. Detajet janë ende të paqarta, por dyshohet për një breshëri nga një makinë në lëvizje. Ne do të lidhemi me gazetarin tonë Xhensila Kodre, e cila ndodhet në vend ngjarje dhe të na jap më shumë detaje. Përshëndes Xhensila, cilat janë më të rejat apo detajet që dim nga kjo ngjarje? Mirëmbrëma Loneta, në fakt një orë më parë, pra rreth orës 21:50 minuta, në fakt në Tiranë, në zonën e Lundrës, të shtëna me armëzjarri u regjistruan ku në një atentat u plagosën 4 persona, 2 prej të cilëve janë të mitur dhe ndërkohë njëri prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, por që në fakt të 4 personat janë transportuar me njëherë në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore. Pas krave të mirë, me ndihmën dhe të operatorit, në fakt jemi duke ndjekur dhe momentin apo planet nga vendngjarja, e konkretisht 4 personat e dëmtuar me armëzjarri dhe të plagosur ndodheshin të 4 duke udhëtuar në të njëjtin automjet, por që në fakt ju bë prit nga një tjetër automjet po në lëvizje dhe kanë qelluar me breshëri plumbash duke i lënë ata të plagosur. Duke ju referuar dhe burimeve nga grupi hetimor, edhe pse në fakt dinamika e ngjarjes vijon të mbetet ende e pa zbuluar apo e pa qartë, mund themi, për grupin hetimor, të cilët janë duke verifikuar çdo lëvizje të mundshme të 2 automjeteve, qoftë të personave që lëviznin në këtë automjet ku u plagosën, apo edhe të 2 personave të tjerë që janë autor të kësaj ngjarje kaq të rëndë. Duke ju referuar dhe burimeve nga grupi hetimor, mësohet se 4 personat e plagosur janë konkretisht të moshave të ndryshme, konkretisht 34 vjeçari që është dërguar menjëherë po ashtu në spitalin e traumës Arenc Stafa, si dhe një 17 vjeçar identifikuar si Marko Demiraj. Të 2 këta persona kanë marrë plak të shkaktuara nga arma e zjarrit, kryesisht në dorë dhe në krah, ndërkohë 2 personat e tjerë të cilët po mbahen në vëzhgimin e bluzave të bardha në spitalin e traumës dhe janë në gjendje më të rëndë shëndetësore, janë konkretisht 11 vjeçari Dior Demiraj, si dhe 17 vjeçari Kian Mullaj. Në fakt të 4 personat sipas të dhënave të para që policia e
e Tiranës ka mundur të sigurojë në vendngjarje. Në fakt duke qenë se dhe dëshmitarë okular kanë qenë shumë të pakët për të mos thënë dhe fare në sajt dinamikës që ka rindërtuar të paktën deri në këto momente grupi hetimor, në fakt ka rezultuar se kanë qenë të 4 persona që lëviznin në këtë automjet, pra të 4 plagosur kanë qenë në ecje sipër, në lëvizje me automjet, ndërkohë që në fakt i është zënë prit nga një tjetër automjet i cili më pas është gjetur i braktisur, dyshohet dhe i djegur po ashtu në zonën e Lundrës. Po deri në këtë moment Xhancila nuk ka asnjë pistë 17 vjeçari nuk ka një pistë konkrete, mund të themi Lonet, se ku janë përqendruar hetimet e policisë. Dyshohet paraprakisht për një konflikt të persona, konflikt të momentit apo të çastit që mund të kenë apo edhe të mbartur që mund të kenë pasur ndonjë nga personat që ndodheshin në këtë automjet. Por ndërkohë nga ana tjetër pritet të shtohen dhe pistat e hetimit për grupin hetimor, duke qenë se nga informacionet që kemi mundur të sigurojmë, pra informacione të sigurta pranë grupit hetimor, rezulton se një prej personave të lënduar, pra të plagosur në këtë atentat ndodhur mbrëmjen e sotme në zonën e Lundrës në Tiranë, pra 17 vjeçari, rezulton të jetë dhe është djali i pronarit të një prej kompanive të policisë private, pra të sigurisë. Dhe pikërisht në këtë moment shtohen dhe pistat e hetimit për grupin hetimor, por që deri në këtë moment në fakt nuk ka një pistë të mirëfillt që policia e Tiranës ka përqendruar hetimet në lidhje me identifikimin apo e autorëve apo edhe për zbardhjen e motiveve të plagosjes së 4 personave, kryesisht 4 të rinjve, mes të cilëve edhe 2 minoren. Faleminderit Xhancila për gjitha detajet që përcollen nga vendi i ngjarjes. Fillimisht shpresojmë që të mos ketë viktima nga kjo ngjarje e rëndë dhe të plagosurit ta marrin veten sa më shpejt, nga ana tjetër edhe të zbardhet edhe ngjarja. I penduari i drejtësisë Nurettin Dumani zbuloi të tjera detajet forta nga ngjarjet kriminale të dosjes Plumbiart. Në përgjigje të avokatit të Henrik Hoxhait, Dumani rrëfeu atentatin me porosi të Suel Çelës, si dhe ofertën me 1.5 milion euro ndaj Behar Bajrit. Seanca u mbyll në tension të fortë, ku një avokat pretendoi se u kërcënua nga i penduari në sallën e gjyqit. Në një seancë që u mbyll me tensionet forta, ku avokatët pretenduan se u kërcënuan nga i penduari i drejtësisë, Nurettin Dumani vijoi të dëshmojë në procesin Plumbiart në gjykatën e posaçme detajet të atentateve dhe planeve të tij kriminale me emra të zëshëm të botës së krimit. I penduari tha se atentati ndaj biznesmenit Lulzim Masha, ku ky i fundit vetëm u plagos si janarin e vitit 2022 pranë liçenit artificial në Tiranë, ishte porosi e Suel Çelës dhe se për krimin i kishte premtuar të pandehurit Henrik Hoxhaj 150.000 euro. Porosin për Lulzim Mashën ma la Suel Çela, më tha që e ka për të tjerë, tha i penduari Dumani. I pandehuri Hoxhaj reagoi nga kafazi i sallës, duke pretenduar se shënjestra e vërtet kishte qenë djali i biznesmenit Masha. Ne kemi marrë foto për djalin e tij, tha Hoxhaj, por ai nuk vinte se ishte në Maqedoni. Djali mund të vinte me 200.000 euro me vete. Këto ishin ekstra që ne do i ndani me njëri tjetrin, përveç porosisë 150.000 euro për vrasjen. Ne pritëm disa muaj, vijoi ai, dhe në mungesë të djalit menduam të vrasim Toatin, që më pas i biri të vinte për varrimin. Nurettin Dumani tregoi edhe për një takim të planifikuar me Behar Bajrin, ku nuk kishte shkuar personalisht, por kishte dërguar 2 djemë të tjerë, pasi e dija, tha ai, që atje haje kollaren. Janë takuar në një fush, ata ishin disa veta të armatosur, ishin habitur që sisha. Fola në telefon me Behar Bajrin, madje me pak tension, më kërkoi të bëja goditje Dorian Dulin, Gen Stafilin e të tjerë. Unë i kam vënë një çmim 1.5 milion euro, tha i penduari. Dumani shtoi se Bajrit i kishte kërkuar Talo Çelën. I thash të magjente ku ishte, sepse më tha se kam informacion, por seanca e së njëjtës mori një tjetër rrjedh, kur avokati i të pandehurit Besian Xhixha pretendoi se u kërcënua nga i pandehuri. Avokati Ilir Dyzeni braktisi sallën, duke thënë me zë të lartë, nuk toleroj që mua të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj, nuk mund të më bëjë ai presion mua, nuk dëgjoj unë atë të më thotë të fus në listë, je në ofertë. Gjykata urdhëroi punonjësit e policisë të largojnë nga salla të penduarin dhe ndërpreu seancën në pak minuta. Në rimisje, avokatët kërkuan ndërprerjen e procesit me pretendimin se dhoma kombëtare e avokatisë do të mbante një qendrim për rastin. Avokatët kërkuan marrje masash nga gjykata, pasi sipas tyre, kjo ishte një sjellje e përsëritur e të penduarit. Pasi u tërhoqi vëmendje edhe të penduarit, por edhe avokatëve dhe prokurorit për vetëpërmbajtje, gjykata shtyu seancën për 22 prill.
Policia e Tiranës ka sqaruar dinamikën e sherrit me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në zonën e liçenit artificial. Debati që për pak përfundoi me viktima nisi për motive banale. Njëri prej personave që ndodhej në tavolinë nuk pranoi të takonte shokun, duke u përleshur më pas edhe fizikisht me njëri tjetrin. Policia identifikoi protagonistët e sherrit të dhunshëm dhe arrestoi 8 persona për moskallëzim krimi, ndërsa në kërkim u shpall autori që qëlloi me pistolet. Disa persona të gjithë të njohur me njëri tjetrin ishin ulur në një restorant në Tiranë, por darka u kthye në sherr me armës tyre dhe përpaksa nuk përfundoi në viktima, duke rrezikuar edhe klientët e tjerë të lokalit. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës pranë liçenit artificial. E paqartë në fillim, dinamika e ngjarjes u zbardh orë më vonë nga policia, vetëm në sajt të kamerave të sigurisë së lokalit dhe dëshmive të shoqëruarve. Shkaku mësohet të ketë qenë fare banal, një mosdhënie dore që është marrë si mungesë respekti, çka ka çuar në degenerimin e debatit me sharje, me shishe e sende të forta. Për një moment, 51 vjeçari tashmë i shpallur në kërkim, merr armën nga makina që e kishte parkuar pranë lokalit dhe e qellon mikun e tij 40 vjeçar me qyt. E më pas, një e shton në dysheme. Fatmirësisht nga përdorimi i armës, nuk pati të plagosur, por vetëm një person që është lënduar nga goditjet me sende të forta. Pas sherrit, protagonistët janë larguar me disa makina me shpejtësi nga vendi i ngjarjes për t'i shpëtuar policisë. Në komisariat u shoqëruan mbi 10 persona, mes të cilëve edhe pjesëtar të sherrit, si dhe dëshmitar okular. Në përfundim të veprimeve hetimore, policia arrestoi 8 persona të akuzuar për moskallëzim krimi. Në lokal u sekuestrua edhe arma tip pistolet, ndërsa poseduesi i saj, një 51 vjeçar, vijon të jetë në kërkim. Policia e Librazhdit ka arrestuar një mësues të shkollës 9-vjeçare Alihana në Rajs të Librazhdit, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht 2 nxënëse të kësaj shkolle. Sipas njoftimit të policisë, mësuesi 55 vjeçar është denoncuar nga 2 nxënëse, njëra në klasën e 8 dhe tjetra në klasën e 9. Pas denoncimit dhe arrestimit të mësuesit, materialet i kanë kaluar për hetime të mëtejshme prokurorisë e Elbasanit. Votimi nga jashtë vendit është zyrtarisht i realizuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori në administrim 735 fletët e para të votimit, ku 2 zarfet e para ishin një i qarku Dibër dhe tjetri i Beratit. Ky proces u monitorua nga partitë politike dhe vetë titullari i KQZ-s, i cili dha edhe garancitë për sigurinë e procesit. 735 fletët e para me preferencën politike mbërritën në Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori në administrim fletët e para të diasporës, duke plotësuar në këtë mënyrë për herë të parë të gjitha hallkat e votimit në distancë. Fletët me preferencën politike mbanin mbërthyer përfaqësuesit e partive politike, të cilat i bën syt 4 që në momentin kur fletët dolën nga thasët postar. Për të garantuar procesin, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ngriti një protokoll të trefisht, duke ndarë më një anë zarfet postar me zarfet institucional të emëruar zarfi A dhe zarfi B. Ky i dyti shërben për të identifikuar zgjedhësin që votat e korrespondojnë me personin e regjistruar në sistem, ndërsa zarfi A mban brenda fletën e votimit. Ndarja e njërit nga tjetri është garancia që jep Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për fshehtësinë e votës. Zarfin B, i cili përmban zarfin A dhe brenda zarfit A gjendet fleta e votimit. Të gjitha zarfat B ndahen sipas qarqeve, pasi përfundoi procesi i votimit dhe të filloi procesi i numërimit. Do të nxjerrim zarfat B nga kutia, prej zarfit B do nxjerrim zarfin A, zarfat A të gjithë do të grumbullohen në një kuti tjetër të veçantë, me qëllim që mos identifikohet se kujt i përket zarfi A dhe pastaj do të fillojë procesi i numërimit. Me mbërritjen e fletëve të votimit, edhe KZZ-ja e KQZ-s merr një rëndësi më të veçantë, pasi vota është burimi i pushtetit dhe siguria e saj bëhet edhe më e çmuar. Ky ambient është i mbikëqyrur me kamera, 24/7, janë 6 kanalet të transmetimit të pamjeve
në YouTube, forcat e policisë po janë dhe përfaqësues të partive politike në mënyrë permanente. Si afat të fundëm për të kthyer fletën e votimit në Shqipëri është përcaktuar ora 19 datës 11 maj dhe pas këtij afati, vlera e tyre do të jetë sa për statistik, pasi fuqia zgjedhëse do të ketë humbur. Partia Socialiste kërkon të përmbysë rezultatin e 2021-shit në Dibër duke synuar 4 deputet në këtë qark. Sipas kryeministrit, njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Socialiste, më 11 maj, mazhoranca nuk do të marrë më pak se 74 mandate në të gjithë vendin. Për këtë arsye u kërkoi demokratëve që ta braktisin Sali Berishën, ndërsa nuk la pa përmendur edhe Dibranin që është në krye të SPAK, Altin Dumanin. 4-1 ska bova ki nga Burrelin Peshkopi. 4-1 ska bova ki nga Burrelin Peshkopi. I love you. Nuk kemi në asnjë vend ku mund të humbim një deputet, një të marrim më shumë këtu në Dibër u bëm 75. Pra nuk është çështja e qeverisë. Çështja është e një shumice që duhet të bëhet bashkë për t'i dhënë një shtys të fortë negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Dibra do votoj aty ku duhet dhe në 12 maj do gëdhijet roz. Në të gjithë Shqipërinë, Partinë Socialiste e mbështesin 56% e grave dhe vajzave. Nëse ne kemi shumicën e votuesve të parë, na mjafton vetëm gjysma burrave, nuk na duhen më shumë. Gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. Edhe pak ditë dhe edhe rruga Peshkopi Maqellar që lidh përfundimisht edhe Peshkopin me rrugën e Arbrit do jetë hapur. Mbas 5 vjetësh ky vend këtu do ketë çmimet e Tiranës, sepse ky vend do të jetë një zonë e gjelbër e Tiranës. Altin Dumani, me që është i zonës, po e përmend këtu në miting, Altin Dumani u bëi fort sepse ne i dorëzum drejtësisë shpatën e ndëshkimit që i takon drejtësisë. Kështu duhet ta lënë demokratët qafën e tyre të bufit. Ta lënë ajër bufin. Del bufi thot, do shkri SPAK-un në 12 maj. Po pse? Sepse ka hallin e vetë, ndërkohë që ju me motra, me kunatat kujdes, kunatat mund të jenë të rrezikshme, me kunata, me motra, me krushka, me komshie, me kushurina, me komshiet kushurinave, pesën. Sali Berisha prezantoi kandidatët e koalicionit të djathtë në Berat me premtimin që me ekipin e tij do të kthejë vëmendjen e qeverisë drejt mirëqenies së shqiptarëve. Kryetari i Partisë Demokratike paralajmëroi të gjithë ata që tentojnë të intimidojnë votuesit se do të përballen me ligjin. Berati, diamant në kuroren e trashëgimisë kulturore botërore. Këto 12 vite njohu një varfrim dhe universiteti u mbyll. Berati, të cilit ju premtua ishulli i Osumit, mori premtimin e ishullit e mori lumi, kurse Edi Ramsi ngjelet turpi dhe mashtrimi. Pa atë që marrim nga ju da ju kthejmë ju të parve. Rroga e ullt nuk do jetë do të kur më në 500 euro. Çdo rrogë ullt, çdo pensionist, çdo qytetar me minimum jetik do ketë kartën e konsumatorit, do marr 450 euro në vit mbrapsht. Rroga e mësuesit do të jetë 1500 euro. Mesatarja për në universitete hiqet. Lista e barnave të rimbursueshme, 100% rimbursueshme. Made in Albania do të jetë krenari kombëtare. Do bëjmë gjithçka që Berati, Shqipëria të prodhojnë. Ne vendosim taksën e shesh 10%. Qeveria do 5 fishoj subvencionet për fermerët e Beratit dhe fermerët e Shqipërisë. Shqipëria është shtëpia e Zotit dhe Zoti kërkon që shtëpia të pastrohet. Duhet u them koskave mafioze.
ushtar të keqes të Edi Ramës që si hije të zeza rendin për të friksuar qytetarët. Mbi tokë vend nuk do keni. Do t'u kapim dhe t'u përplasim para ligjit ju dhe Edi Ramën, se cili prej jush që do t'implikohet në intimidim në qytetarëve për zgjedhjet, do të shpallet organizat terroriste. 11 maj është dita që shqiptarët ndahen me të keqen. Shqiptarët do pastrojnë shtëpinë e tyre. Edhe seanca e dytë për konstituimin e ri të Kuvendit të Kosovës ka dështuar, teksa partitë deri tani në opozitë këmbgulin që kabineti Kurti të largohet nga institucionet dhe vetëvendosjen që kundërshton. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Nisma fajsuan partinë e Kurtit për ndërprerjen e seancës, pasi sipas tyre po tenton të blejë kohë për pazaret politike. Partitë politike në Kosovë nuk arritën të zhbllokojnë ngërçin institucional, teksa edhe seanca e dytë për konstituimin e Kuvendit të ri dështoi. Kryesuesi i seancës Avni Dahari ftoi në konsultime përfaqësuesit politik, por më vonë tha se nuk ka konsensus dhe se seanca do të vazhdojë më 19 prill në orën 12. Me shpresë që deri atëherë do të ketë pajtueshmëri. Ju faleminderit të gjithë. PDK, LDK dhe AK, të cilat këmbgulin që anëtarët e kabinetit në detyrë të mos vazhdojnë më punën e ekzekutiv pas dorëheqjes, fajsuan lëvizjen vetvendosje se me ndërprerjen e seancës po tenton të blejë kohë për pazare politike. Sipas tyre, partia e Kurtit nuk i ka votat për të zgjedhur kryeparlamentarin dhe qeverinë. Sot ka pasur uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, hullet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues seancës për me arrit qëllime partijake politike. Qytetarët e Kosovës tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstituive. Kryesuesi që rastis të jetë më i vjetri në moshë, rastis të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullore së Kuvendit ndërprerë seancën e sotme. Deputetët e LDK-s dhe PDK-s pretendojnë se ka pasur një skenar për seancën e së njëjtës nga vetvendosje, me qëllim të zvarritjes së pazareve dhe se shenjat ishin parë që në fillim. Sipas tyre, tekstet e betimit nuk ishin të vendosura para deputetëve, pasi vetvendosja kishte vendosur ta pamundësonte këtë. Ndërkohë partia e Kurtit vazhdon të mësoj ide se kërkesa për dorëheqje është e pakuptimt. Sërish, Partia Demokratike e Kosovës tha dorëzoni dorëheqjet. Nuk e di çka po presim, apo çka po presin që dalim shesh, që të themi që ne dorëhiqemi nga postet, për këtë kemi bërë. Kjo është një procedurë e thjeshtë, e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk i kanë pasur. Kjo është seanca e dytë konstituive që dështon, pasi të martën deputetët e partive opozitare nuk e miratuan në raportin për verifikim të mandateve, me pretendimin se anëtarët e qeverisë duhet të kishin dhënë zyrtarisht dorëheqjen. Ndërsa deputetët në Kosovë ende nuk janë betuar, rrezikojnë që të digjen mandatet e tyre. Kjo pyetje aktualisht është pa përgjigje për arsye se kushtetuta nuk e ka të parashikuar një situatë ku deputetët refuzojnë të betohen të marrin mandatet e fituara. Ndjekje materialin e Ida Algolës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës sërish dështuan të betohen e të konstituojnë legjislaturën e 9. Seanca ka mbetur te pika e parë e raportit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve, ndërsa ditët ecin dhe kushtetuta parashikon që Kuvendi duhet mbaj seancë konstituive brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, ka një paqartësi në lidhje me mundësinë e djegjes së mandateve për deputetët. Nuk është para parë një situatë të tillë kur deputetët vetë refuzojnë të konstituohen, vetë ta marrin mandatin e tyre si deputet. Andaj, realisht këtu kemi një vakum kushtetuese juridik për arsye që nuk është parashikuar një situatë të tillë. Në pikën ku ka mbetur seanca, tashmë nuk ka hapësirë për interpretim as nga gjykata kushtetuese, pasi nga viti 2018
ky institucion nuk merret me çështjet e pyetjeve, por duhet një akt, në këtë rast nga Kuvendi i Kosovës. Aktualisht është situatë e paqartë, për faktin se nuk mund të procedohet tutje qoftë të shkohet në gjykatë kushtetuese, për faktin se duhet një vendimarrje të falet dhe qoftë ajo, gjë cila natyrisht që nuk e kemi pa as sot e as në ditën kur filloi seanca. Megjithatë, në akt vendimet e saj kushtetuesja i detyron subjektet që të punojnë drejt funksionalizimit të institucioneve. Edhe kushtetuta, edhe akt gjykimit të gjykatës kushtetuese si ai viti 2014 e po ashtu ai viti 2020 i parashohin në mënyrë të qartë dhe eksplicite që duhet të ndërmarren veprime në drejtim të jetësimit të vullnetit të qytetarëve të vendit të shprehur në zgjedhje, prandaj duhet sa më parë që të reflektojnë raport me këto përgjegjësi. Partive ju kërkohet që të gjejnë vullnetin për të konstituar kuvendin dhe të mos merren me çështjet që nuk janë në kompetencë të tyre. Shkelet kushtetuese i determinon dhe i identifikon gjykata kushtetuese, nuk janë partitë ato të cilat realisht e komentojnë dhe e vlerësojnë kushtetshmërinë e një çështje të caktuara. Kështu që në lidhje me këtë çështje ata duhet që ta konstituojnë kuvendin e mandej, nëse veç dyshojnë atë konstituim mundën edhe që ta sfidojnë gjykatën kushtetuese. Vazhdimi i seancës për konstituimin e kuvendit pritet të mbahet ditën e shtunë, 40 tetor pas ndërprerjes, ashtu siç specifikohet në kushtetut dhe rregulloren e parlamentit. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë ka bërë thirrje për krijimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të mbajtura mbi 2 muaj më parë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ambasadori ka theksuar se Kosova ka nevojë urgjente për një kuvend dhe qeveri funksionale, ndërsa u ka kërkuar liderëve politik që të veprojnë në interes të vendit. Më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve në Kosovë, vendi ka urgjentisht nevojë për një kuvend dhe një qeveri funksionale. Populli ka të drejtë të presë që udhëheqësit e tyre politik të punojnë së bashku në interesin kombëtar, shkroi ambasadori. Tre serbët që akuzohen si pjesëmarrës në sulmin terrorist të Banjskës kanë mohuar fajsinë gjatë seancës së mbajtur sot, ndërsa avokatët e familjes së rreshterit të vrarë Afrim Bunjaku dhe efektivëve të plagosur kërkuan burgim të përjetshëm. Tre të dyshuarit për sulmin terrorist të Banjskës, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović, janë deklaruar të pafajshëm në lidhje me akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale. Avokati i familjes së rreshterit të vrarë Afrim Bunjaku, si dhe ai efektivëve të plagosur, kërkuan burgim të përjetshëm për tre të akuzuarit në mënyrë që të ketë drejtësi për rastin. Kërkoj që dënohen me burgim përjetshëm. Ky burgim është minimumi që i takon gruas dhe fëmijëve të Afrim Bunjakut. Dhe kjo është minimum që na takon gjithëve në Kosovë. Paraqesim pas shpërtjes pasurore juridike, i bashkangjitën ndjekjes penale dhe mbi gjitha gjykatën nderuar kërkoj që sa më shpejt filloj gjykimin mungesë edhe i të akuzuarve tjerë. Në seancën për rastin e Banjskës që u mbajt në gjykatën themelore të Prishtinës, prokurori i prokurorisë speciale Naim Abazi prezantoi dëshmit me foto dhe video për organizimin e grupit të Milan Radojčić dhe qëllimet e tyre. Ishte një sulm planifikuar gjatë, me armatim të rënd, në qëllim të qartë, destabilizues, shkatërrinë e rendit kushtetues. Mbrojtja të akuzuarve pati vërejtje në lidhje me akt akuzën, duke thënë se ka paqartësi. Përpos vrasjes së rreshterit Afrim Bunjaku, në këtë rast mbeten të plagosur dhe policët Albana Rashiti, Çlirim Sheqiri, Mirsat Kryeziu dhe Esat Dushi. Studentët që protestojnë prej muajsh në Serbi kanë bllokuar ndërtesën e televizionit publik duke pamundsuar hyrjet apo daljet. Kjo detyroi drejtuesit e RTS-s që të ndryshojnë programin e transmetimit.
Kështu nisi edicioni I lajmeve në televizionin publik të Serbisë mbrëmjen e së mërkurës me një studio të improvizuar. Kjo erdhi pasi studentët bashkë me kategori të tjera shoqërore vazhdojnë protestën më të madhe antiqeveritare. Ata prej më shumë se 60 orësh kanë vendosur që në shenjë revolte të bllokojnë të gjitha hyrjet dhe daljet e godinës së televizionit publik të Serbisë RTS në Beograd. Po protestojmë kundër radio televizionit të Serbisë pasi kohët e fundit nuk e kanë bërë punën e tyre dhe po nisin që t'i bezdisin njerëzit, veçanërisht ne studentët. Dhe qytetarët janë të informuar mjaftueshëm për të ditur që RTS po na mban neve në terr mediatik. Prandaj është koha të rebelohemi dhe t'i themi stop. Ne erdhëm këtu sigurisht për të mbështetur studentët dhe kërkesat e tyre, gjithashtu për të provuar edhe një herë se ajo çfarë ka bërë RTS-ja për shumë kohë nuk është e drejtë. Manifestuesit që bllokuan stafin të hynë në ndërtesën e RTS detyruan drejtuesit e transmetuesit publik që të ndryshonte programin, duke transmetuar vetëm lajme flash dhe filma e dokumentar. Një prej redaktorëve të televizionit publik të Serbisë tha se nuk e di se prej ku bëhet transmetimi I sinjalit, pasi nuk po bëhet nga ndërtesa e RTS-s. Studentët kanë publikuar një letër në Instagram të mërkurën në mbrëmje drejtuar Komisionit për Kulturë dhe Informim të Kuvendit Popullor, në të cilin kërkojnë që të bëhet një thirrje publike për anëtarët e rinj të Këshillit të Organit Regulativ për Media Elektronike. Ndër të tjera ata kujtuan se mandati I Këshillit të mëparshëm I atij organi ka skaduar më 4 nëntor të vitit të kaluar. Ata bën të ditur se bllokada e radio-televizionit të Serbisë do të zgjasë deri në shpalljen e thirrjes publike për zgjedhjen e anëtarëve të organit regulativ për media elektronike. Shkencëtarët kanë zbuluar shenja jete në një planet shumë larg tokës. Përmes një teleskopi, NASA thekson se ka marrë të dhëna për molekula që prodhohen këtu në tokë vetëm nga organizmat e thjeshtë. Në këtë gjithësi nuk jemi vetëm. Shkencëtarët kanë gjetur prova të reja, por paraprake se një botë e largët që rrotullohet rreth një ylli tjetër mund të ketë jetë. Një ekip I Cambridge që studion atmosferën e një planeti të quajtur K2-18b ka zbuluar shenja të molekulave, të cilat në tokë prodhohen vetëm nga organizma të thjeshtë. Kjo është hera e dytë dhe më premtuese që kimikatet e lidhura me jetën janë zbuluar në atmosferën e planetit nga teleskopi hapësinor James Webb I NASA-s, por ekipi dhe astronomët e pavarur theksojnë se nevojitën më shumë të dhëna për të konfirmuar këto rezultate. Ne kemi gjetur prova për aktivitetin e mundshëm biologjik në një egzoplanet. Kjo do të thotë se kemi gjetur shenja të molekulave të nënshkrimit biologjik, ose dimetil sulfid ose dimetil disulfid ose të dyja që të dyja prodhohen në mënyrë unike nga jeta këtu në tokë dhe janë parashikuar të jenë bionënshkrime në planet rreth yjeve të tjerë gjithashtu. Dhe ne gjetëm provat më të forta deri më tani se një kombinim biologjik, në këtë rast një kombinim potencialisht rreth një tjetër ylli jashtë sistemit ton diellor. Kjo është një arritje e madhe në kërkimet tona për jetë përtej sistemit ton diellor. K2-18b është 2 herë gjysmë më I madh se toka dhe është 700 trilion milje larg nesh. Grupi I Cambridge-it ka zbuluar se atmosfera duket se përmban në nënshkrimin kimik të paktën njërës nga 2 molekulat që lidhen me jetën, të cilat në tokë. Këto gazra prodhohen nga fitoplanktoni detar dhe bakteret. Profesor Madhusudan tha se ishte I befasuar nga sasia e gazit që u zbulua gjatë një dritare të vetë me vëzhgimi. Sasia që ne vlerësojmë të këtij gazi në atmosferë është mijëra herë më e lartë se ajo që kemi në tokë, tha ai. Pra, nëse lidhja me jetën është e vërtetë, atëherë ky planet do të jetë I mbushur me jetë, konfirmon profesori. Ishte gjithçka përgatitur për këtë hapësirë informative. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në adcnn.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Nga unë Loneta Progni, natën e mirë.